Cilësia e besimtarit është se ai i gjendet farafisit, u gjendet njerëzve në nevojë. Allahu i lartësuar kur përmend cilësitë e besimtarëve në Kur'an, ndërto çfarë thot? Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. E ai që me vullnetin e vet jep nga pasuria e tij për të afërmit. Njerëzit më parsor që ti, pra që të ka dhënë Zoti i gjithësisë, pasuri, njerëzit më parsor që ti duhet t'i ndihmosh, janë njerëzit e tu të afërm, janë fisi jot, gjaku jot, tu gjendesh atyre, ti ndihmosh ata. Sa herë dëgjon se një i afërm është sëmur, se një i afërm ka borxhe, ka vështirësi, bëhu krah, bëhu ndihmës i tyre. Sadakaja ndaj njeriu në nevojë është sadaka, me shpërblim. Ndërsa sadakaja ndaj të afërmve është sadaka, pra me shpërblimin e sadakas dhe me shpërblimin e ruajtjes së lidhjeve farefisnore. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Elus Allahun e lartësuar, që të na bëj prej besimtarëve të sinqert, na bëj prej atyre që ndihmojnë, na bëjmë prej atyre që u gjenden të tjerëve, na bëj prej atyre që i ruajnë lidhjet me fisin, mundohen të gjenden atyre pranë. Kështu na mëson Islami.